Lëvizja e studentëve të dhjetorit 1990 u pasua nga organizimi i punëtorëve dhe minatorëve të Valiasit në janar 1991, që kishte trandur elitën politike të vendit. Në këtë klim, më 20 shkurt 1991, kulmoi zemërata popullore, e cila më sy u sheshin Skënderbej dhe rrëzoi shtatoren e diktatorit Enver Hoxha. Ky akt do të pasojë me mbajtjen e zgjedhjeve të para pluraliste më 31 mars 1991. Partia e Punës së Shqipërisë, trashëgimtarja e Partisë Komuniste të Shqipërisë, rezultoi forcë kryesore. Në vijim, më 16 maj 1991, në vazhdën e lëvizjes së Valiasit, në Shqipëri u shpall greva e përgjithshme. Pa egzageruar, jemi në prag të anarkisë, e cila nuk ka dyshim që do të sjellë konsekwenca tepër të rënda në planin ekonomik, por tepër të rënda edhe në planin politik, sepse anarkia kur nuk ka pasur të mira, që shprehur Ramiz Alia, kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, në një mbledhje të datës 16 janar 1991. Sipas ekonomistit Gramos Pashko, problematika buronte nga gjendja e inflacionit ku ndodhej vendi, i përllogaritur në kuotën prej 30 deri në 35%. Kjo gjendje ekonomike kritike vinte si pasojë e rritjes së konsiderueshme të çmimeve të artikujve bazë të konsumit. Këtu nuk është fjala të analizojmë shkaqet e kësaj pune, vonesa dhe zvarritjet që mund të kenë ndodhur. Marrin vesh që punëtorët po përpiqen të krijojnë sindikatat e tyre dhe është e drejta e tyre dhe greva duhet i konsiderojnë me një sens urtësie, të shikojmë çfarë kërkojnë ata, citohet të ketë thënë Pashko në mbledhjen me dyert të mbyllura. Pavarësisht se si rezultati i mbledhjes u miratua kërkesa e grevistëve për rritjen e pagave të tyre me 60%, po merrte trajt greva e urisë së minatorëve të Valiasit, që u bë simbol i lëvizjes punëtore në Shqipëri.